Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Amin. Amin. Zbritja e librit është prej Allahut, të gjithfuqishmit, të urtët. Allahu i madhruar na tregon disa cilësi të mrekullueshme të Kuranit, duke na urdhëruar indirekt për t'i dhënë rëndësinë, përkushtimin dhe respektin që meritën. Kurani është libër i zbritur nga Allahu i gjithditur, i cili është i vetmi i adhuruar me merit. Vetëm ai meriton të duhet me gjithë shpirt, të madhërohet dhe të lavdërohet. Emrat dhe atributet e tij janë të mrekullueshme dhe absolute. Ai është i vetmi që i ka në dorë të gjitha mirësitë e i vetmi që i dhuron ato. Ai është i gjithfuqishmi dhe atij i takon urtësia e plot. Kurani është shpallja e këtij Zotit të Madhërisëm, i cili është i vetmi që meriton adhurimin, dashurinë dhe që ti nështrohesh. Ky fakt përforcohet në ajetet më pas, ku Allahu i Madhruar përmend shenjat që mund të dallohen në natyrë dhe në vetë tua. Ai thotë: "Kjo është shpallja e librit të Perëndisë, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm." O tefsiru sure El Gjathije, ajeti: Me të vërtet, në qiell dhe në tokë ekzistojnë dokumente për ata që besojnë. Vërtet, në qiell dhe në tokë ka plot shenja për besimtarët. Edhe në krijimin tuaj dhe të gjallësave të kudo gjendura ka fakte për njerëzit që janë të bindur. Në besimin e drejtë, edhe në shkëmbimin e natës me ditën, në rreshjet që Allahu lëshon prej qiellit, si furnizim dhe si gjallërues të tokës pas vdekjes së saj, ashtu edhe në lëvizjen e errave ka fakte për njerëzit që mendojnë. Krijimi i qiellve, i tokës dhe gjallësave të shpërndara në to, të bitë dhe mirësitë e tyre për jetën, shiu që zbret nga qielli, me të cilën gjallërohet toka dhe jetojnë krijesat, të gjitha këto, pra, janë shenja të qarta, të kuptueshme dhe të pakundërshtueshme, që tregojnë për madhështinë e Kuranit dhe për faktin se ai është shpallja e Allahut të Madhërisëm. Ato dëshmojnë, gjithashtu, për vërtetësinë e çdo fjale, informacioni, mesazhi e dispozitë që gjendet në të. Ato dëshmojnë se Allahu i Madhruar është i plot dhe absolut në çdo drejtim, në emrat, cilësitë dhe atributet e tij. Por ato pojnë edhe të vërtetën e ringjalljes dhe të llogarisë së drejtë para krijuesit. Edhe në krijimin tuaj dhe të shtazëve, të shpërndara nëpër tokë, ka argument për popullin që beson me këmbëngulje. O tefsiru sure El Gjathije, ajet 3. Edhe në ndërimin e natës dhe të ditës, dhe në shiun që e lëshon Perëndia prej qiellit që me të gjallëron tokën, pas thatësisë së saj, edhe ndërimit të errave, ka argumente për njerëzit që mendojnë. O tefsiru sure El Gjathije, ajet 3. Këto janë argumentet e Perëndisë, të cilat ne ty t'i tregojmë me tërë të vërtetën e në çfarë fjale, pos Allahu Kuranit dhe argumenteve të tij, do të besojnë ata. Prej çuditse. Këto janë ajetet e Allahut, të cilat po t'i lexojmë me vërtetësi. Atëherë, çfarë fjale tjetër, veç fjalës së Allahut dhe fakteve të tij besojnë ata. Për çuditë se Allahu i Madhëruar na tregon se, në lidhje me të përfituarit ose jo nga faktet e Kuranit, njerëzit ndahen në dy grupe, 1. Ata që mendojnë thellë rreth këtyre fakteve, duke kuptuar domosdoshmërinë e besimit në Allahun e Lartësuar. Ata përfitojnë shumë nga udhëzimi i Allahut, duke e ngritur veten lart. Ata besojnë plotësisht Allahun e Madhëruar, ashtu si edhe melekët e tij, shpalljet e tij, profetët e tij dhe ditën e gjykimit. Besimi i tyre është i plot, larg çdo dyshimi. Nëpërmjet Kuranit dhe fakteve të Allahut të shfaqura në krijimin e tij, shpirtrat e tyre pastrohen dhe detyria i ushtohet. Ata të grupit tjetër i dëgjojnë faktet e Allahut, por i shpërfillen menjëherë ato, prandaj nuk do të kenë me asnjë justifikim para Zotit. Ata e shpërfillen të vërtetën, sikur të mos e kenë dëgjuar atë. Faktet e Allahut nuk i prekin zemrat e tyre dhe nuk i pastrojnë ato. Përkundrazi, për shkak të mendjemadhësisë që kanë, ato u ashtojnë edhe me shumë shfrynimin e kalimin e kufive. Ata, kur dëgjojnë ndonjë fakt të Allahut, e marrin me talje. Por i Madhruar i kërcënon këta, duke thënë: Mirë për çdo gënjeshtar, mëkatar të madh. Mirë për çdo gënjeshtar e gjynaqar të madh, që i dëgjon faktet e Allahut kur i lexohen, e pastaj vazhdon sërish të tregohet mendje madh, sikur nuk i ka dëgjuar ato. Paralajmëroj ata për një ndëshkim të dëmshëm. Kur mësojnë diçka prej ajeteve tona, ata i marrin me talje. Ata do të kenë një dënim poshtrues. I Madhruar i përshkruan këta të mirë me dy cilësi, e fake, gënjeshtar në fjalë dhe ethim, gjynaqar në vepra. Çdo kush që ka këto cilësi kërcënohet se do të ketë një ndëshkim të dëmshëm. Për të kuptuar këtë ndëshkim, mjafton të thuhet se ata i pre xhenemi, siç thotë i Lartësuari më pas, i cili dëgjon argumentet e Perëndisë që i lexohen, e përsëri është mendje madhe duke mos pranuar, thuaj se nuk i ka dëgjuar ato, si arriqoj atë me dënim të dëmshëm. U tefsiru sure El Gjathije, ajet 7. Kur të njotohet me diçka nga ajetet tona, ai ato i përqesh. Për të tillët do të ketë dënim të poshtruar. U tefsiru sure El Gjathije, ajet 7. Para tyre është xhenemi dhe nuk do t'ju ndihmoj asgjë në gër ato që kanë fituar, as ata i dhujt që i kanë marrë,
pos Perëndis për mbrojtës. Ata i pret mundim i madh. Përpara tyre ndodhet xhenemi. Atyre nuk do t'u bëjnë as pak dobi ato që kanë grumbulluar dhe as ata të cilëve u kërkojnë ndihmë në vend të Allahut. Ata do të vuajnë një dënim të ashpër. Atyre nuk do t'u bëjnë dobi pasuritë që kanë fituar në botë dhe as miqtë apo zotat, të cilëve ju lutën e kërkojnë mbështetje. Ata do t'u kërkojnë ndihmë, por i dhujtë e tyre do t'i lënë në balë në momentet më të nevojshme. Pasi fori për shenjat e tij të sjella në Kurani, për dëshmitë që gjenden në krijimin e tij dhe për faktin që njerëzit ndahen në dy grupe në lidhje me përfitimin apo jo prej shenjave të tij, Allahu i madhëruar po një tjetër fakt të rëndësishëm, Kurani i përmban të gjitha qëllimet e larta, të cilat çdo njeri duhet të përpiqet që t'i arrijë dhe është udhëzues i qartë për arritjen e mirësive të dynjas dhe të ahiretit. Kështu, i madhëruari thotë: Ky është Kurani udhërfyes në rrugën e drejtë e ata që nuk besojnë argumentet e Zotit të tyre për ta ka mundim të madh të dhëmshëm. Ky Kurani është një udhëzim madhështor. Këtu bëhet një përshkrim i përgjithshëm i Kuranit. Ky libër na udhëzon duke na mundësuar njohjen e Allahut të madhëruar me cilësitë e tij të mrekullueshme dhe të pastra nga çdo mangësi, si dhe me veprat e tij të lavdëruara. Kurani na mundson njohjen e profetëve të Allahut, të dashurëve të zgjedhurët e tij, si dhe na prezanton qartë armiqtë e tij, duke bërë një përshkrim të plotë të secilit grup. Ai udhëzon drejt punëve të mira dhe inkurajon për kryerjen e tyre, ashtu siç na qartëson se cilat janë veprat e këqija dhe na ndalon nga ato. Kurani na tregon me detaje se si do të jetë shpërblimi për veprat e robërve në këtë dynja dhe në ahiret. Të udhëzuarit që përfitojnë nga mesimet e Kuranit do të gjejnë lumturinë, ndërsa ata që nuk i pranojnë mesimet e tij i pret diçka tjetër, ndërsa ata që nuk i pranojnë faktet e Zotit të tyre i pret një dënim poshtërues dhe i mundimshëm. Për ata që mohojnë faktet e Zotit, të cilat janë të qarta e të prera, është përgatitur një ndëshkim poshtërues dhe i dhëmshëm, sepse ato fakte i mohojnë veçat e shfrenuarit në tejkalimin e kufive të Zotit. Perëndia është ai që ju ka nështruar juve detin që në të me udhërinë e tij, të lundrojnë anijet për t'i kërkuar dhuntit e tij dhe për të qenë ju mirënjohës. Allahu është ai që nështroi detin për ju në mënyrë që mbi të me lejen e tij, të lundrojnë anijet. Allahu i lartësuar na tregon për disa mirësi që ai u ka dhuruar robërve të tij. Është ai që me ligjet fizike që ka vendosur, ka bërë të mundur atyre të lëvizjen e det me anije. Me pas, Allahu i madhëruar thotë: Kështu ju mund të kërkoni prej mirësive të tij dhe të jeni mirënjohës. Kështu mund të arrini të realizoni shumë të mira, siç është edhe tregtia, prandaj të jeni mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar. Nëse tregoni mirënjohje ndaj tij, ai ka për t'ju ashtuar mirësitë që ju ka dhuruar dhe, veç kësaj, do t'ju shpërblej për mirënjohjen tuaj. Dhe ju ka nështruar juve çka gjendet në qiell dhe në tokë, të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë, në këto ka këshilla për popullin që mendon. Për ju, ai nështroi gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë, të gjitha janë prej tij. Të gjitha janë thjesht mirësi prej bujarisë së Allahut. Qiejt e lartë dhe gjithçka që gjendet në to, dielli, ëna, yjet, planetet e tij, që lëvizin sipas një ligji të mrekullueshëm apo që qëndrojnë pa lëvizur, toka, me gjithë botën bimore e shtazorit të saj, me larminë e kafshëve, pemëve, frutave, mineraleve e tij. Të gjitha janë prej Allahut dhe janë krijuar për të mirën e njerëzve. Për këtë arsye, këto mirësi duhet të jenë nxitje për njerëzit, që ata të japin maksimumin për të shprehur mirënjohjen ndaj Zotit të tyre. Ata duhet të meditojnë gjatë rreth shenjave dhe gjykimeve të tij, siç thotë i madhëruari, në to ka fakte madhështore për njerëzit që mendojnë thellë. Krijimi madhështor i gjithësisë, nështrimi i saj ndaj vullnetit të madhërismit, për kujdesja dhe administrimi i saj nga Zoti dhe krijuesi i saj, dëshmojnë për pushtetin absolut dhe për vullnetin e padiskutueshëm të tij. Përrregullësia, bukuria, e jeshia dhe përsosmëria e gjithësisë dëshmojnë për diturinë dhe urtësinë absolute të Allahut. Madhështia e kësaj gjithësie, si dhe krijesat e shumta të shpërndara në të, tregojnë për madhështinë e mbretërimit, sundimit dhe pushtetit të krijuesit të saj. Ndërsa funksionimi të kundërtave në këtë gjithësi tregojnë se ai vepron çfarë dëshiron. Dobitë e shumta fetare, apo që kanë lidhje me këtë dynja, të cilat Zoti i ka vendosur në këtë gjithësi, tregojnë për mëshirën e tij të gjerë, për bamirësinë dhe bujarinë e tij gjithëpërfshirëse, për butësinë dhe për kujdesin e tij të pashëmbullt. Të gjitha këto tregojnë se Allahu është i vetmi i adhuruar me të drejtë. Vetëm atij duhet përkushtuar çdo adhurim, duke i shprehur dashurinë, madhrimin, nështrimin e përkushtimin e plotë. Ato tregojnë gjithashtu se profetët e Zotit kanë thënë të vërtetën dhe e kanë përcjell mesazhin e tij me besnikëri. Ky arsyetim logjik është i padiskutueshëm në saktësinë dhe vërtetësinë e tij. Mbështetja në faktet e krijimit të mrekullueshëm të Allahut të lartësuar u jep besimtarëve siguri të plotë në besim dhe largon prej tyre çdo dyshim rreth faktit se ai është i vetmi i adhuruar me merit. Thuaj o Muhamedi,
Besimtarëve që t'i falen ata që nuk shpresojnë në ditët e Perëndisë, në të cilën njerëzit do të shpërblehen sipas veprave të tyre. Thuaju besimtarëve që t'i tolerojnë. E falin ata që nuk besojnë në shpërblimin. E në të shkimin e Allahut, që ai vetë t'i gjykojë njerëzit sipas veprave që bëjnë. Allahu i madhruar i urdhëron adhuruesit e tij besimtar që të pajisen me moral të lartë, duke u bërë të durueshëm përballë mundimeve që u sjellin idhujtarët, të cilët nuk shpresojnë takimin me Allahun dhe llogarinë e drejtë para tij. Ata nuk shpresojnë shpërblimin e Allahut dhe ndëshkimet që ai premton për të pabindurit, por Allahu i lavdëruar do ta shpërblejë çdo njeri sipas asaj që ka bërë me duart e veta. Besimtarët e tij të dashur do t'i shpërblejë pamas për imanin, tolerancën dhe durimin e tyre. Edhe nëse jo besimtarët vazhdojnë me mohimin e tyre të shpaljeve dhe të profetëve të Zotit, veprat dhe mosbesimi i tyre nuk do t'i dëmtojë as pak besimtarët. Ndëshkimi i dëmshëm dhe poshtërimi do t'i godasë vetë mbi ta, siç thotë i madhruari me pas. Kush bën mirë, e ka për vete dobi, e kush bën keq, bën kundër vetes, e në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën vepra të këqija, bën kundër vetes. Në fund, te Zoti juaj do të ktheheni. Kjo është një nxitje për punë të mira dhe kërcenim i frikshëm për mohuesit dhe gjinaqarët. Ne, me të vërtetë, u kemi dhënë bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profetnin dhe i kemi furnizuar me gjëra të bukura dhe i kemi ngritur atë ambi të gjithë popujt tjerë të asaj kohe. Ne u dham bijve të Izraelit librin, gjykimin me drejtësi dhe profetësim. Zoti u dhuroi bijve të Izraelit mirësi e begati, që nuk ishin dhënë asnjë populli më parë. Ai u dha librin, do me thënë Teuratin dhe Ungjillin, u dha pushtetin për të gjykuar njerëzit, si dhe profetësinë, me të cilën ata u daluan nga popujt e tjerë. Madje, në atë kohë, profetësia ishte kufizuar pikërisht e pasardhësit e Ibrahimit Asa. Gjithashtu, ndër mirësitë me të cilat u daluan, ata ishin edhe furnizimet e veçanta me ushqime, pije, veshje eti. Siç që për shembull zbritja e Elmen, i dhe El Celua, së nga qielli, gjatë udhëtimit të tyre 40 vjeçar në shkretir. Ne i furnizuam ata me të mira, duke i dalluar mbi të gjithë njerëzit. E asaj kohe, me mirësi të dhuruara, ata u daluan mbi të gjithë botën. Por, sigurisht, nga ky përgjithësim përjashtohet ymeti i fundit, ai Muhamedit AS, që është ymeti më i miri të gjitha kohërave. Vetë konteksti i ajeteve tregon se aty nuk përfshihet ymeti Muhamedit AS. Ato flasin për mirësitë që Zoti u dhuroi bijve të Izraelit, duke i dalluar mbi popujt e tjerë. Por me shfaqjen e Muhamedit, pasuesit e këtij të fundit u bën populli më i miri nxjerrë ndonjëherë për të mirën e njerëzimit. Gjithashtu, mirësitë që i u dhuruan bijve të Izraelit, si libri rinor, pushteti për të gjykuar, profetësia dhe të gjitha mirësitë e tjera, i lartësuaria dha edhe umetit të fundit, por duke ushtruar edhe mirësitë e tjera që nuk i kishin të tjerët. Sheriati i mrekullueshëm që i u dhurua këtij umeti është universal, ndërsa sheriatet e popujve të shkuar kanë qenë thjesht një pjesë e tij. Kurani, gjithashtu, është siguruesi i vërtetësisë së shpaljeve të mëparshme, ndërsa Muhamedi s.a.w. ishte vërtetuesi e përforcuesi të gjithë profetëve të kaluar. Dhe u kemi dhënë argumentet e qarta mbi besimin e ata u përçan, mu atëherë, kur u erdhi dienia, asi që patën armiqësinë e mes tyre. Zoti yt, me siguri, do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për atë ëra në konflikt. U dhamë edhe faktet e qarta për çështjet fetare. Zoti u dha bijve të Izraelit fakte të qarta dhe të padiskutueshme, nëpërmjet të cilave ata mund të dallonin të vërtetën nga e kota dhe të gjenin rrugën e drejtë. Këto fakte u përforcuan me shumë me mrekulli të shumta që Zoti u shfaqoi atyre në duart e Mosait AS. Kështu, të gjitha këto mrekulli dhe argumentet e qarta duhet të nxisin ata që të bashkoheshin rreth të vërtetës për të zbatuar porositë e sjella nga profeti i Zotit. Por ata u sollën krejtësisht kundër asaj që pritej dhe që ishte detyrë për ta. Ata filluan të përqaheshin pikërisht rreth asaj të vërtete, siç thotë i madhruari, por edhe pasi u dha ditoria, ata u përçan për shkak të zilisë që kishin ndërmjet tyre. Dija që i dhuroi atyre duhet i bënte që të mos kishin mospajtime, por padrejtësia kundrejt njëri tjetrit i përçau keq me keq. Në ditën e Kiametit, Zoti yt do të gjykojë mes tyre për çdo gjë që ata kundërshtoheshin. Allahu i ladhëruar do ta qartësojë të vërtetën nga e kota dhe do t'i dallojë mbrojtësit e të vërtetës nga mbrojtësit e të kotës. Gjithashtu, ai do të zbulojë edhe shkakun që i shtyu ata të përqaheshin, siç është ndjekja e epshit apo diçka tjetër. Pastaj, ne ty ta kemi bërë një rrugë të drejtë të mrekullueshme të fesë, andaj ndiqat dhe mos shko pas kënaqësive të atyre që nuk din. Me pas, ne të uzuam ty në një ligj të drejtë. Kuptimi, me pas, ne të dham ty një fe të plotë të mrekullueshme, që uzon tek e mira dhe ndalon nga e keqja.
Ne të shpallur një ligj të drejtë, prandaj zbatoi rigorozisht, sepse zbatimi i tij sjell lumturinë e përjetshme, sjell arritjen e çdo të mire dhe shpëtimin nga çdo e keqe, në dynja dhe në ahiret, prandaj ndiqi atë mos ndiq dëshirat e atyre që nuk dinë. Kur mos i bind atyre. Synimet e tyre nuk udhëhiqen nga ditëria dhe nuk ngrihen sipas saj. Mos paso ata që kundërshtojnë rrugën e profetëve, kushdo qofshin ata. Çdo kush apo çdo gjë që fton në kundërshtimin e Zotit dhe profetëve, është kundërshtues i rrugës së drejtë, prandaj nuk duhet ndjekur, qofshin këto edhe dëshirat vetjake. Me të vërtetë, ata nuk do të mund të ndihmojnë ty asgjë te Perëndia. Padyshim, zullumçarët e ndihmojnë njëri tjetrit, e Perëndia i mbron ata që i druajnë atij dhe ruhen nga mëkatet. Ata nuk mund të të mbrojnë prej Allahut. Prej tyre nuk keni ndonjë favor te Zoti. Ata as nuk mund t'ju ndihmojnë për mirë dhe as nuk mund t'ju mbrojnë nga ndonjë e keqe. Edhe nëse ndiqni rrugën e tyre, ata nuk do t'ju trajtojnë si vetëm. Ju përsëri do të jeni të huaj për ata, sepse ata janë miq e aleat të njëri tjetrit. Mohimi juaj thjesht ju largon nga Zoti juaj dhe nuk ju sjell asnjë dobi. Ata janë miq e aleat të njëri tjetrit, ndërsa Allahu është mbrojtësi dhe ndihmëtar i besimtarëve të devotshëm. Keqbërësit janë miq të njëri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtësi i besimtarëve të devotshëm. Allahu i nxjerr besimtarët nga errësirat në dritë për shkak të devotshmërisë së tyre ndaj tij. Kjo devotshmëri shprehet me plotësimin e urdhrave, largimin nga haramet dhe ruajtjen të paprekur të kufive të Allahut, në shenjë dashurie, madhërimi e nështrimi ndaj tij. Ky Kurani është argument i qartë drejt e shpëtimit udhërfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë pa luajtur. Ky Kurani është dritë, udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë me siguri të plotë. Ky Kurani është dritë dhe udhërfyes për njerëzit. Tek ai njerëzit gjejnë udhëzime të qarta për të gjitha çështjet. Nëpërmjet këtyre udhëzimeve, besimtarët përfitojnë shumë mirësi për dynjan dhe ahiretin e tyre. Kurani tregon se ç'është e mirë dhe ç'është e keqe. Ai është mëshirë e dhuruar nga Zoti i Madhërisëm. Kurani është i tillë jo për çdo njeri, por ashtu sikur se thot i Madhruari, për njerëzit që besojnë me siguri të plotë, për ata që besojnë çfarë duhet besuar dhe që janë të sigurt në vërtetësinë e shpalljes së Zotit. Nëpërmjet shpalljes së Zotit, të cilën e besojnë pa asnjë dyshim, ata arrin të shohin dhe të ecin në rrugën e drejtë. Nëpërmjet saj, ata shohin të vërtetën në lidhje jo vetëm me boshtin kryesor të fesë, por edhe me degëzimet e saj. Kështu, ata arrin të bëjnë për vete dhe të ruajnë çdo mirësi dhe gëzim, duke siguruar lumturinë e tyre në dynja dhe në ahiret. Kjo shpallje, për ata që e besojnë me siguri të plotë, është tërësisht ashtu sikur se e përshkruan Allahu i urtë, i lavdëruar dhe i mëshirshëm, ndriçues, udhëzues e mëshirë. Nëpërmjet saj, zemrat e tyre pastrohen dhe ndriçohen, ndërsa mendjet e tyre lartësohen dhe fuqizohen. Me zbatimin rigoroz të Kuranit, siguria për vërtetësinë e tij shtohet edhe më shumë. Ndërsa për kryeneqet, të cilët ndjekin epshet e tyre, sepse i parapëlqejnë ato kundrejt kësaj mëshire të dhuruar, Kurani është dëshpërim, sepse për ta ashuar çdo justifikim para Zotit. Ata nuk do të mund të justifikohen para Zotit për mosbesimin dhe mosdorëzimin e tyre. A mendojnë ata që bëjnë veprat e këqija se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë veprat e mira, se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë. Sa gjykim i keq që është ky. A mos mendojnë ata që e teprojnë me të keqia se do t'i trajtojmë si të barabartë me ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, si në jetë edhe në vdekje. Për çuditse kuptimi, vallë, a mos mendojnë keqbërësit që e teprojnë me gjinohe, se Allahu do t'i trajtojë ata një lloj si besimtarët e sinqertë që bëjnë vepra të mira. Për çuditse si mund të trajtohen një lloj mosmirënjohuesit me njerëzit e zgjedhur, të cilët punojnë sinqerisht që të plotësojnë të drejtat e Zotit të tyre dhe, me shumë kujdes, largohen nga çdo gjë që zemëron Zotin e tyre. Për çuditse si mund të trajtohen një lloj të shfrynuarit në epshet dhe dëshirat e tyre me ata fatum që japin gjithmonë përparësi kënaqësisë së Zotit kundrejt dëshirave të tyre të padrejta. Për çuditse le të jenë të sigurt se kriminalet nuk do të gjykohen dhe trajtohen një lloj me besimtarët, në dynja apo në ahiret qoftë. Nëse mendojnë ndryshe, atëherë kanë tërësisht gabim, siç thotë i Madhruari, sa i urët është gjykimi i tyre. Shumë e gabuar dhe e keqe është ajo që mendojnë. Ajo është tërësisht në kundërshtim me gjykimin e më të urtit, me të diturit dhe më të drejtit, që është Allahu i lartësuar. Madje, gjykimi i tyre është në kundërshtim edhe me logjikën e shëndosh dhe me natyrën e pastër të njerëzit. Ai është në kundërshtim me të gjitha shpalljet e Zotit dhe mesazhin e tyre, ashtu siç bie ndesh me mesimet e urta të gjithë profetëve të dërguar nga Zoti. Le ta dinë ata se gjykimi pa diskutueshëm i Zotit ka vendosur që besimtarët, të cilët besojnë drejt, sipas dijes së saktë të sigurt nga Zoti, por edhe që punojnë me sinqeritet sipas atij besimi dhe asaj detyrie, ata kanë premtimin nga Zoti se do të arrijnë suksesin e sigurt. Premtimi i pakfyeshëm për ta është lumturia dhe shpërblimet e shumta në dynja dhe në ahiret. Secili do të shpërblehet sipas pamirësisë së vet.
ndërsa punktëqit do t'i godasë zemërimi i Zotit, prandaj do të vuajnë pëshërimi, dëshkimi, dhimbjen dhe dëshpërimin e dyna dhe në ahiret. Perëndia krijoi qiell dhe tokë me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer apo i dënuar për atë që ka punuar. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Allahu i ka krijuar qiellin dhe tokën me urtësitë e mëdha, me qëllim që çdo njeri të shpërblehet për veprat e veta. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Allahu i madhruar i ka krijuar qiellin dhe tokën me urtësitë e mëdha. Ai krijoi njerëzit dhe gjendet që ta adhurojnë atë si një, të vetëm dhe të pashoq, dhe pastaj të shpërblej ata sipas punëve që kanë bërë. Me bamirësinë dhe drejtësinë e tij, ai do të shpërblejë të ngarkuarit me detyra, duke u dhënë mirësi të shumta, të dukshme të fshehta. Por së pari, të gjithë do të japin llogari para Allahut të madhruar, a kanë qenë mirënjohës ndaj tij, duke zbatuar udhëresat dhe duke ju larguar ndalesave, apo kanë qenë mosmirënjohës, duke treguar mospërfillje për detyrimet ndaj Zotit dhe ndaj krijesave, duke merituar në këtë mënyrë ndëshkimin që është përgatitur për mohuesit. A e ke parë atë që kënaqësinë e vet e ka marrë për Zot, dhe Perëndia e ka lënë në humbje duke ditur të keqen e tij dhe ja ka vulosur të dëgjuarit e tij dhe zemrën e tij, e para syve të tij ka vënë perde. Kush do ta uzoj atë, pos Perëndis? A nuk po kuptoni? A e ke parë atë që, me vetdije, dëshirat e veta i konsideron si Zot? Për çuditën e këtij ajet, Allahu i madhruar na flet për ata njerëz, të cilët si Zot e tyre, që e adhurojnë, ju binden dhe i nështruan, nuk konsiderojnë Allahun e madhruar, por dëshirat e veta të pakontrolluara. Ata ndjekin egon e vet, pa u shqetësuar në e kënaqin Allahun apo e zemërojnë atë. Këta lloj njerëzish Allahu i gjithditur, me urtësinë dhe diturinë e tij absolute mbi krijesat, i ka lënë në humbje. Ai i ka lënë në humbje sepse me diturinë e tij ka gjykuar drejt që ata nuk e meritojnë muzimin, sepse nuk i plotësojnë kushtet për ta patur atë. Allahu, me urtësinë e tij, e ka humbur atë nga rruga e drejtë, ja ka bllokuar të dëgjuarit dhe zemrën dhe mbi sytë e tij ka vënë perde. Atyre që adhurojnë dëshirat e veta dhe shpërfillen adhurimin e Allahut, u është bllokuar dhe vulosur dëgjimi, prandaj nuk mund të dëgjojnë atë që u bën të ubi. Ata nuk mund të kuptojnë drejt e mirën për ta pranuar atë. Edhe në shikimin e tyre ka perde që i pengon të shohin të vërtetën. Të tillët nuk mund të udhëzohen më nëse Allahu i madhruar nuk i udhëzon. Ata që Allahu i gjithditur, i urtë dhe i drejtua ka mbyllur rrugët e udhëzimit, duke u hapur dyert e humbjes, për shkak të padrejtësisë së tyre jo të Allahut, askush nuk mund t'i udhëzojë. Ky ndëshkim është tërësisht i merituar për ata zullumçar të vetvetes, të cilët nuk e pranojnë ftesën e Zotit, duke e privuar veten nga rruga e mirësisë dhe të vërtetës. Përveç Allahut, kush tjetër mund ta udhëzojë atë? Pi çudit sa nuk e kuptoni. Pi çudit sa nuk e kuptoni se çfarë ju bën mirë që të punoni të arrini atë. A nuk e kuptoni se çfarë ju bën keq që të përpiqeni të ruheni prej saj? Mohuesit e ringjalljes dhe të llogarisë para Zotit thonë. Ata thonë, ekziston vetëm jeta e kësaj bote, vdesim shumë si fëmijë dhe jetojmë një kohë, e vetëm koha na shkatëron. Ata, për këtë, nuk kanë kurfar ndjenje, ata vetëm parafytyrojnë ashtu. Ata mosbesimtarët thonë, nuk ka jetë tjetër, veç jetësoni në këtë botë. Ne vdesim dhe jetojmë dhe asgjë tjetër përveç kohës nuk na shkatëron. Kuptimi, ajo që ndikon tek ne është thjesht koha, gjatë së cilës disa njerëz vdesin e disa të tjerë lindin. Kështu ka qenë dhe kështu do të vazhdoj. Ky është një proces i pandalshëm. Nuk ka ditë ringjallje ku njerëzit të kthehen sërish të gjallë dhe të llogaritën për veprat e tyre, por këto fjalët e tyre nuk mbështeten në dije, por në hamendësime të largëta. I madhruari thotë, ata nuk kanë asnjë lloj diturje për këtë, por vetëm hamendsojnë. Ata thjesht hamendsojnë për të mohuar ringjalljen, duke hedhur poshtë fjalët e profetëve besnik, të pajisur me fakte e mrekulli. Ata nuk kanë asnjë provë që justifikon hedhjen poshtë të mesazhit të profetëve. Si mund të hedhen poshtë fjalët e profetëve të mbështetur nga Zoti me mrekullit e mëdha, thjesht me hamendsime, me arsyetime të kota ose me kërkesa të çuditshme? Prandaj i madhruari thotë: kur t'ju tregohen atyre ajetet tona të qarta, ata nuk kanë tjetër shprehje, pos fjalës së tyre, ringjallit e parë tan, nëse e thoni të vërtetën. Kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, për ringjalljen, argumentimi i tyre i vetëm është: ringjallini prindërit tan, nëse thoni të vërtetën. Kjo është paturpësia dhe padrejtësia e tyre ndaj Zotit të gjithësisë. Ata pretendojnë që vërtetësia e mesazhit të profetëve mund të pranohet vetëm nëse ata do të sillin atë shenjë që kërkojnë ata. Me fjalë të tjera, edhe sikur profetët të sillnin çdo lloj shenje të fuqishme, ajo duhet të konsiderohet e pamjaftueshme që ata të besojnë. Kështu pretendojnë ata, por dihet që kjo është thjesht një gënjeshtër, një justifikim për të mohuar të vërtetën. Qëllimi i tyre, siç kuptohet, është thjesht refuzimi i ftesës së profetëve e jo arritja tek e vërteta. Thua jo atyre, Perëndia ju ngjall u jep jetë, pastaj ju vdes,
e mandej do t'ju të bojnë në ditën e Kiametit, në këtë nuk ka kurfar dyshimi, por këtë shumica e njerëzve nuk e din. Thuaju, Allahu ju jep jetën dhe më pas ju bën të vdisni. Pastaj, ai do t'ju grumbullojë ditën e Kiametit, për të cilën nuk ka dyshime, por shumica e njerëzve nuk kanë dituri. Nëse bindja rreth ditës së gjykimit do të arrinte në zemrat e tyre, ata do të fillonin të përgatiteshin mirë për të. Te Perëndisi janë pushteti i qiejve dhe i tokës. Kur të arrit dita e Kiametit, atë ditë të keqinjt do të humbin. Vetëm Allahut i përket sondimi i qiejve dhe i tokës. Atë ditë kur të vijë ora e llogarisë për refuzuesit, e së vërtetës do të dëshpërohen shumë. Allahu i madhruar na tregon për pushtetin dhe mbretërimin e tij të gjerë, si dhe për faktin se ai është i vetëm në administrimin, rregullimin e çështjeve dhe për kujdesin për botën në çdo moment. Gjithashtu, ai na tregon se edhe në ditën e Kiametit, ai është i plotfuqishëm. Ai do të mbledhë krijesat dhe të gjithë do të qëndrojnë para krijuesit e tyre. Atë ditë u ptilun e do të dëshpërohen kur të shohin dëshkimin që i pret. Këta janë ata që polemizojnë për të hedhur poshtë të vërtetën, pa patur asnjë argument të drejtë të saktë ku të mbështeten. Veprat e mira tek tyre janë të pavlefshme dhe jo të shpërblyeshme, prandaj ditën e gjykimit ato do të azhësohen, sepse janë të ndërtuara mbi të kotë. Atë ditë do të dalin pa e vërteta, ndërsa e kota, të cilën ata e mbrojnë, do të tretet para syve të tyre, duke i lënë në dëshpërimin e humbjes së mirësive të Zotit dhe në ndëshkimin e rëndë për refuzimin e të vërtetës. Pastaj Allahu i madhruar përshkruan tmerrin dhe vështirësitë e ditës së madhe të Kiametit për t'i bërë robërit që t'i druhen asaj dhe të përgatiten me adhurime për kushtimin e punë të mbarë. Kështu, i madhruari thotë: "Dhe të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar, çdo popull do të thirret në librin e vet, sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë." Atë ditë çdo popull do ta shohësh të gjunjëzuar. Në pritje të llogarisë, çdo njeri të krijuar në këtë botë do ta shohësh ra ditën e gjunjë, të tmerruar e duke pritur në akt gjykimin dhe vendimin e mbretëruesit të gjithëmshirshëm. Çdo popull do të thirret për të tubuar te libri i vet, i veprave. Sot do të shpërbleheni për ato që keni punuar. Çdo popull do të pyetet për shpalljen vinore që profeti i tyre u ka përcjell nga Zoti. Ata do të merren në llogari, a e kanë pranuar dhe zbatuar atë për të përfituar shpërblimin dhe shpëtimin nga ndëshkimi, apo e kanë shpërfillur atë duke merituar ndëshkimin dhe humbjen e mirësive të premtuara nga Zoti. Për shembull, ummeti Musait a.s. do të thirret të jap llogarin në lidhje me shpalljen e Musait. Ummeti Isait do të jap llogari për shpalljen e Isait a.s. ashtu si edhe ummeti Muhamedit a.s. do të llogaritet për shpalljen e Muhamedit a.s. Pra, çdo popull do të pyetet në lidhje me librin hyjnor me të cilën është ngarkuar që ta besojë dhe ta zbatojë. Ky është njëri nga shpjegimet e ajetit, i cili është padyshim një kuptim i saktë. Por ka, gjithashtu, mundësi që fjala libri në ajet të ketë kuptimin libri i veprave. Në këtë mënyrë, çdo njeri do të gjykohet sipas shënimeve në librin e veprave, ku janë regjistruar të gjitha veprat e tij, të mira apo të këqija. Çdo kush do të shpërblehet sipas veprave që ka bërë vetë, sikurse thotë i madhruari në surën Fusilet, ajeti 46, kush bën mirë, e bën mirë për veten e vet, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes së vet. Zoti yt nuk bën padrejtësi ndaj robërve, por ka mundësi që ajeti të përmbajë të dyja këto kuptime, të cilat nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Këtë mbështet edhe ajeti në vijim. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Na, me të vërtetë, i kemi urdhëruar engjëj që të shkruajnë shënohen të gjitha që keni bërë. Ky është libri ynë, që dëshmon të vërtetën rreth jush. Ky është libri ynë, të cilën ne e shpallëm për t'ju qartësuar të vërtetën dhe për t'ju përshkruar drejtsinë që Zoti do të vendosë mes krijesave. Pastaj thot, ne kemi urdhëruar të shkruhet gjithçka që ju veproni. Ja ku flitet edhe për librin e veprave. Me pas, i madhruar i sjell gjykimin e tij të drejtë në lidhje me dy grupe të njerëzve, sipas trajtimit që ata i kanë bërë librit hyjnor, të shpallur nga ai, dhe sipas veprave të regjistruara në librin e gjithë secilit. Kështu, i Allahu i madhruar thot: sa i përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i shpjejë Zoti i tyre në mëshirën e vet xhenet. Ky është shpëtim i qartë. Për sa u përket atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i përfshijë ata në mëshirën e vet. Ata që besojnë me besim të saktë të ndërtuar mbi diturit të saktë dhe të vërtetë nga Zoti dhe veç kësaj e vërtetuan sinqeritetin e besimit të tyre me punë të mira për të cilat nxit ky besem, punë të detyrueshme apo vullnetare e të pëlqyeshme, këta Zoti do t'i fusë në mëshirën e tij, vendi të cilës është xheneti. Mëshira e Zotit është në xhenet dhe atje, të lumturit, do të përjetojnë çdo mirësi të dhuruar nga mëshira e Allahut të lavdëruar, mirësi e lumturi që do të vazhdojë e pafundme në përjetësi. Aty do të jetojnë një jetë e lumtur dhe të sigurt nga çdo e keqe e shëtësim. Ky është shpëtimi më i madh.
Kjo është fitoria, shpëtimi dhe arritja e çdo mirësie. Ai është suksesi I qartë, I dushëm, madhështor dhe I vërtetë, suksesi I cili nëse arrihet nga robi ose me sakte, nëse I dhurohet robit, atëherë ai ka arritur çdo të mirë dhe ka shpëtuar nga çdo e keqe. Sa I përket mohuesve, atyre do t'ju thuhet, vallë, a nuk u janë lexuar ajetet e mia, por ju mendje madhërua dhe u bët popull mëkatar. Ndërsa atyre që nuk besojnë, do t'u thuhet, këtyre u drejtohen fjalë për t'i dëshpëruar dhe për t'u ashtruar vuajtjen për mohimin e tyre të së vërtetës. Këtyre të mjerëve u thuhet, a nuk ju janë lexuar shpaljet e mia? Por ju tregonit arogancë dhe ishit një popull keqbërës. Faljet e mia ju a qartësuan të vërtetën dhe ju a treguan atë duke ju udhëzuar kështu në rrugën e mirësisë dhe lumturisë tuaj. Faljet e Allahut ju urruan për çdo mirësi dhe ju ndaluan nga çdo e keqe që është në dëmin tuaj. Shpaljet e Zotit janë mirësia më e madhe që Zoti solli ndër njerëz nëse do të dinin t'i respektonin, t'i besonin e të nënshtroheshin sipas saj. Por ju treguat kryeneq ndaj mesazhit dhe porosive të tij dhe I kthyet shpinën e shpaljes së tij. Duke I mohuar shpaljet e Zotit dhe duke refuzuar të nënshtroheni për të jetuar e punuar, sipas tyre ju kryet krimin me të madh. Sot do të shpërbleheni për atë që punuat. Gjithashtu për t'i dëshpëruar u thuhet, kur të thuhet, me të vërtetë, premtimi I Perëndisë është I sigurt dhe se për ditën e Kiametit s'ka kurfar dyshimi. Ju thotë, na nuk dim çka është dita e Kiametit, na për këtë kemi vetëm një parafytyrim, na nuk jemi të bindur për këtë. Edhe kur ju thuaj, premtimi I Allahut është I vërtetë, ora. E Kiameti do të vijë dhe për të s'ka dyshim. Ju përgjigjeshit, ne nuk e dim se që është ora. E Kiametit. Pra kur ju përmendej se dita e ringjalljes dhe e gjykimit është e vërtetë dhe se premtimi I Zotit për shpërblim dhe ndëshkim sipas punëve është I pakfyeshëm, ju, duke I mohuar dhe shpërfillur këto paralajmërime, oshit, ne nuk e dim se që është ora e Kiametit. Dhe atyre do t'u dalin në shesh të këtë që I kanë bërë, e do t'i kaploj dënimi për atë që talleshin. Ne nuk e dim se që është ora e Kiametit. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje dhe nuk jemi të bindur. Kjo ishte gjendja e tyre në dynja. Ata mohonin dhe nuk e besonin ringjalljen dhe llogarin me drejtësi para Zotit. Ata mohuan dhe I quanin gënjeshtar ata që I paralajmëronin për ditën e llogarisë me drejtësi dhe nuk e pranonin vërtetësinë dhe besnikërinë e tyre. I madhruari thot atyre që nuk besojnë do t'u dalin në shesh të keqia që kanë bërë dhe do t'i përfshijaj dënimi I Zotit me të cilin talleshin. Ditën e gjykimit, atyre do t'u tregohen veprat e keqia që kanë bërë dhe mbi ta do të godasën dëshkimi me të cilin talleshin, sepse nuk e besonin se do të ndodhte. Ata tallën në dynja me ditën e llogarisë dhe me ata që e paralajmërojnë këtë ditë, por për këtë do ta vuajnë të plot ndëshkimin e të drejtit. Atë ditë atyre do t'u thuhet, dhe atyre u thuhet, ne sot po ju qesim në harres, ashtu siç e keni lënë ju në harres takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kurfar ndihmësi. Atyre që nuk besojnë do t'u thuhet, sot po ju lëm të harruar, ashtu sikurse ju e harruat takimin e kësaj dite. Kuptimi, sot do t'ju lëm të harruar në ndëshkim, ashtu sikurse ju e shpërfillët dhe e la të harruar takimin e kësaj dite. Shpërblimi jepet sipas punës që ke bërë. Vendi juaj është zjarri dhe nuk ka se kush t'ju shpëtoj. Vendqëndrimi dhe përfundimi juaj është zjarri I xhenemit. Askush nuk mund t'ju ndihmojë të shpëtoni nga ndëshkimi I Allahut. Ky dënim është nga se I keni përqeshur argumentet e Perëndisë, e jeta e kësaj bote ju ka mashtruar. Sot, ata nuk do të nxjihen nga zjarri, as që do të kërkohet prej tyre arsyetimi nuk do të përfillet. Kjo, për shkak se ju u tallët me shpaljet e Allahut dhe u mashtruat me jetën e kësaj bote. Kuptimi, ky ndëshkim është shpjegimi I drejtë, për shkak se ju I keni marrë me talje argumentet dhe shpaljet e Allahut të mallruar, ndërkohë që ato duhet të trajtoheshin ashtu si e meritojnë, me respekt, seriozitet dhe përkushtim të plot. Ju duhet I panonit ato me kënaqësi dhe të jetonit sipas tyre, e jo të talleshit me to. Por kjo ndodhi sepse ju u mashtruat nga bukuritë e dinjas dhe gjetët prejen e të, duke u përkushtuar tërësisht pasaj. Kështu, ju baktiset punën për ahiretin, që është I përjetshëm dhe do të mbetet gjithmonë. Atë ditë nuk do të nxjihen prej tij e as nuk do t'u jepet mundësi që të kthehen. Në dyna, atyre nuk u jepet me afat që të reflektojnë dhe as mundësi për t'u kthyer në dyna që të bëjnë veprat e mira. Falënderimi përket vetëm Perëndisë, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. E gjithë lavdia I qoftë vetëm Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Allahut I takon lavdia, lavdërimet dhe mirënjohja, ashtu si I shkon madhërisë së Tij dhe madhështisë së pushtetit të Tij. Atij I takon lavdërimi krijesave e mirënjohja e tyre, për shkak se Ai është krijuesi dhe kujdestari I tyre, që u dhuron mirësitë e panumërta, të dukshme të fshehta dhe që u rregullon çdo çështje. Gjithçka është nën mbështetjen dhe mbretërimin e Tij. Atij për këtë madhështia në qiell dhe në tokë.
Ai është i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm. Vetëm atij i takon gjithë krenianet që jenë në tokë. Allahut i takon madhështia, lartësia e krenaria me e plot. Falënderimi ndaj Allahut kryhet duke thuar lade për të, duke e përmendur me cilësitë e tij të plota dhe absolute, duke i shprehur dashurinë e plotë, duke treguar frikë respekt ndaj tij dhe nderin për atributet e mrekullueshme të tij. Nëpërmjet ladërimit shprehet dashuria, ladja, respekti e admirimi për të madhërishmen. Me pas vihet në dukje madhështia, pushteti e mbretërimi i absolut i Allahut, që duhet të kultivoj tek ne frikë respektin, madhërimin e përunësinë ndaj tij, sepse adhurimi, për hir të të cilit Allahu na krijoi, ndërtohet mbi këto dy shtylla kryesore, dashuria për të dhe nështrimin ndaj tij. Por këto të dyja nuk mund t'i kesh pa patur diturinë e nevojshme për Allahun, për madhështinë, krenarinë dhe ladin e tij. Ai është ngallënimtari e urti. Allahu është ngallënimtari që mposh gjithçka. Ai është i urti që vendos çdo gjë në vendin e vet. Nëse Allahu vendos për diçka, këtë bën për dobi të mëdha. Nëse ai krijon diçka, edhe këtë bën në funksion të mirësisë dhe dobisë. Përfundoi edhe tefsiri i surës Gjathije.